Përshëndetje nga kuzhina në Irit, sot kam vendosur përgatit petullat shpejta që ju kënaqen. Edhe nuk keni nevojë me lënë brumin as me pushu, as me u dyfishu. Krejt që kanë nevojitën për brumin janë 700 gram miell, 300 ml qumësht të ngrohtë, një gotë çajit me ujë të nxehtë, vaj, pra të vluar, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, një lugë të mesme plot me kryp, 50 ml me vaj ulliri si dhe 2 vezë. Bismillah, me njëherë fillojna me përgatitjen e brumit. Në një jenë të thellë hedhim 2 vezë, mandej shtojna ujin e nxehtë, pra të vaj që kemi vluar në bakall, 50 ml me vaj ulliri, krypen, 300 ml me qumësht të ngrohtë, shtojna një peciv për ndryshe, pra luhur përpjekje, edhe i përzina që të përbersit me tel të dorës. Basi kemi përzit të gjithë përbersit, tash të morim miellin edhe shtojna dal nga dal, spore përzina me tel, mandej se gjithmonë me duar edhe e shtrina mbi dras, kur qesin pra pak miell. Tash marrim pra miell edhe e qesim brumin. Gjeshim edhe pak, edhe e shtrina me thelluse. Tash të marrim pra thellusen edhe e shtrina brumin me thelluse me njëherë. Tash e marrim një formë të plastikës edhe i nxerrim pra i prejna format, i renditim në një tabake. Mundeni çfarë do formë me dhon ç'është dalë, nuk ka lidhje. Edhe qesim pra vaj në tigan, e nxejna dikun 500 ml. Me njëherë i pjekum edhe petullat. Shpejt, mirë, shishëm që ju kënaqen të gjithë familjen. Brumin e mbledhem prap me duar, e ngjeshim edhe prap, e shtrina me thelluse. Pasi që vaj është nxehur, tash të me njëherë i qesim edhe petullat në tigan që pjeken. I largojna tash petullat e pjekura, mbasi kemi rrotullu prej tiganit, edhe qesim në një formash, edhe pjekum tjera deri në fund kështu. Nuk marrim një fitë për shëmbaj. I hekum edhe petullat e fundit prej vajit. Edhe petullat i kemi kry, duke kështu super të sheshme, bohen të buta pamuk. Mundeni me i hangër me çka doni. A mundeni me ajvar, a mundeni me djath. Për mu me djathën me ajvar kom qef. Po ashtu edhe për burrën. Për fëmijë normal kanë qef edhe me Nutella, kështu që çdo që ti hani, çdo që ti përgatitni që të recetë kanë dalë perfekte, buta pamuk. Na bëfshin mirë neve, juve po ashtu nëse provoni, faleminderit për përkrahje që ma bëni komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Irit, ju tham, miru pafshim.